Tashmë është zyrtare. Fituesi ikonik i edicionit të dytë, Louise Ailey, është rikthyer në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5. Top Channel sapo ka publikuar pak minuta më parë pamjet e para ekskluzive ku këngëtari shfaqet i ulur në dhomën e rrëfimit, vendin ku dhuroi disa nga momentet më të paharrueshme të lojës së tij. Pa humbur kohë, Louise ka lëshuar bombën e parë ndaj banorëve aktual, duke bërë të qartë se prezenca e tij ndryshon gjithçka. Tani luftohet vetëm për vendin e dytë, thot ai në audio. Kjo deklarat plot besim ka ndezur menjëherë rrjetin, duke lënë të kuptohet se hyrja e tij, qoftë si lojtar apo me mision special, do të përmbysë hierarkinë e shtëpisë dhe do të rikthejë protagonizmin absolut. Të gjithë janë trazuar nga kjo gjë. Megjithatë, mendohet që Louise Ailey të mos qëndrojë gjatë në atë shtëpi, por vetëm për disa ditë, pasi ka një mision nga vëllai i madh dhe duhet që të bindë banorët e tjerë që ai ka hyrë për të fituar lojën. Pas pak do të publikohet edhe reagimi i banorëve, pasi ata do të jenë shumë të shokuar, por edhe të mërzitur që fituesi, i cili akoma nderohet nga të gjithë, ka hyrë sërish në këtë shtëpi të Big Brother. Edhe Chiara Tito e ka postuar në Instagram dhe thotë që e mbështet Louisin. Megjithatë, të gjithë teleshikuesit janë ngritur në këmbë për të parë këtë hyrje të tij, pasi mendohet që Louisi t'i jap fund të gjithë hierarkisë apo të gjithë personave në atë shtëpi që mendojnë si janë sipër të tjerëve. Prandaj, edhe ai ka shprehur që tashmë loja bëhet vetëm për vendin e dytë, pasi vendin e parë e ka zënë ai. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.